Live from Tirana në Top Albania Radio. Ju përshëndes të gjithë dëgjues të dashur, por dhe ju që na ndiqni me audio dhe video nëpërmjet platformës digital, jemi drejt për së drejti në valët e Top Radio me Live from Tirana. Unë jam Ronaldo Sharka në këtë të premtë të datës 28 nëntor 2025. Sot nuk është një ditë si gjithë të tjerët për shqiptarët, është, le të themi, ndoshta ose do duhet të ishte të paktën dita më e veçantë, sepse shqiptarët ku do ndodhen sot festojnë 113 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Më 28 nëntor 1912, ku vendi kombëtar i Vlorës, i kryesuar nga Ismail Qemali, shpalli pavarësinë e Shqipërisë. Ky akt ishte kurorëzimi i përpjekjeve dhe i luftërave shekullore të shqiptarëve për mbrojtjen e tërësisë toksore dhe ngritjen e një shteti të pavarur shqiptar. E duket sikur kjo fest, kjo ditë e rëndësishme e shqiptarëve, çdo vit që kalon po zbehet. Ne në fakt po na zbehen shumë emocione të tjera, por le të flasim për këtë që na përkitet sot, për 28 nëntorin. Fatkeqësisht, unë këtë ditë në media nuk kam dëgjuar një biznes shqiptar të thotë ulje çmimesh për 28 nëntorin. Janë të gjitha ulje çmimesh për Black Friday, një ditë që shqiptarët as nuk e kuptojnë dhe as nuk e dinë çfarë është Black Friday. Por për diskutuar për këtë, kam në studio një zotëri të nderuar, titujt e tij akademik janë të shumt, por ne po e prezantojmë si mikun ton të Top Medias, zoti Sazan Guri. Mirë se vjen në Live from Tirana. Mirë se u gjeta. Gëzuar festën. Gëzuar dhe ju, me plot gojë. E di që e doni edhe Eksakt. e di që është e rëndësishme të paktën për njerëzit si ju. Çfarë është 28 nëntori? Përpos Po. pjesës të shkruetur aty historike që e kemi mësuar në shkollë. Po, unë jam i kënaqur që njerëz caktuar, media caktuar, emisione caktuara ja dedikojnë asaj fryme që ka nevojë ky kom, që ju vetë thatë që nuk gjetë një rast në për biznese që të bëjnë një simbolike, një farë ulje, qoftë edhe ulje reale, po aman të përmendin këtë datë të ditë. Të gjithë sot kanë bërë ulje, namis në ulje, por motoja është Black Friday. Po, se nuk është pavarësia e Shqipërisë. E ke kapur shumë mirë dhe mbile më vjen mirë që jemi në të njëjtën valë për këtë gjë, sepse kështu do të ishte. Po gjithsesi, me që në përgjigje të pyetjes suaj që ç'është 28 nëntori, do thosha me pak fjalë, është i vetmi vend në botë që ka 3 28-a bashkë në një ditë. Pra Zoti me vërtet do Shqipërinë. Se të japi 28 nëntorin e parë 1443, ku Skënderbeu u kthye nga Hungaria me 300 kalorëshe dhe tjerë në Krujë dhe bëri 28-ën e parë, që e çiroi atë pushtim shtati po aq i bie 1389 1443, 60 vjeç rëndësi e ka, që e çiroi nga një apo i dha një lloj pavarësie shtetit të parë europian. Kujdes, shteti i parë, prandaj do futemi të fundit në Europë, sepse si kapiteni në anije, pra, shteti i parë shqiptar, që ishim në europian, që bashkoi 12 principata, ndërkohë që principatat e tjera ishin një, Napoli, Milano, Roma, Vatikani, Frankët, Galët, gjitha ishin një, nuk u bashkuan dot kur dy, nëse ne u bashkuam 12. Dhe në këtë kuptim është 28 nëntori i parë. Dhe mbas një pushtimi të gjatë shekullor që dihet nga gjithë, vjen 28 nëntori rastisht Zoti e dërgoi çfarë që ka, po edhe Ismail Qemali i madh nxitoi që ta arrinte këtë datë dhe këtë ditë jo rastisht, po që e kapi. Pavarësisht se ne dim ditë të tjera që është ngjitur flamuri në Elbasan, është ngjitur në Tiranë, është ngjitur në Kukës, është ngjitur në Dibër, është ngjitur në Mitrovic. Ky flamur 25, 26 filloi, 27, 28 mori tiparin zyrtar, sepse në një qytet siç ishte Vlora ku e tjerë që dihet ajo, dhe kemi 28 nëntorin e dytë. Për shoh sa i madh është Zoti. I tregon shqiptarëve dhe një 28 nëntor të treti, që është dita e qirimit të vërtet. Që kjo ishte në andaj ditë qirimi konvencional. Duam ne, partia politika, se edhe vetë partia dhe politika dhe qeveria, në atë kohë festuan 28 nëntorin në 44, në 45-ën, ke Gazetën Bashkimi, në 46-ën, pastaj në 47-ën, këta menduan që me 28-a ka një rëndësi të madhe, serbët, slavët në atë kohë, edhe mos i lëm 28-ën shqiptarëve, po t'i lëm 29-ën, sepse 28-a do ishe 2 herë për bashkët, 3 herë me gjithë Skënderbeun. Dhe çmon e quan një ditë më vonë, ku 29-a nuk ka këmbë Gjermani në Shkodër, dihen tash botrish, janë lexuar gjërat,
ka një dëbor të madhe që nuk ka gjurmë fishekësh luftimesh, ka vetëm foto incidenta, ka vetëm që ata trimat e atërshëm ju shkuan familjeve shkodrane si tregtar të mëdhenj apo që bunin biznese dhe ju shkuan për t'i vjedhur diku Flori, diku tregti, diku për t'i thënë që ju e keni fajin, si ndodh zakonisht sot. Për shembull që një faktor i caktuar politik i bie një faktor i tjetër derisa ai të shkërmoq. Njësoj është atëherë. Dhe pra nuk ka incident për mua sot me arkiva që kemi lexuar, me studime, me libra të shumë, me fakte të mbledhura, kam mbledhur fakte që 29 është një dëbor e madhe dhe 28 është festuar 3 herë nga regjimi i atërshëm, jo rastisht, pastaj u ndrua me që dhe Jugoslavët ishin qiruar në incident dhe vunë jashtë me ata, që di që ndodhi 48 me Jugoslavët. Pra e kemi 28-ën 3 herë, kjo është ja, më e bukur që një kohë mund të ketë, po. Sa e kemi humbur lidhjen emocionale me simbolet tona kombëtare, por përgjigjen do ma japësh vetëm pas një hapësire të shkurtër publicitare dhe rikthehemi një program pa muzikë sepse dua ta shijoj bisedën me ty. Po flasim për 113 vite shtetit. Bëjmë edhe një rezume me zotin Sazan Guri pak më vonë për këto 113 vite, por përpara se të shkëputeshim në reklama, pyetja ime ishte sa ne si popull e kemi humbur lidhjen emocionale me simbolet tona kombëtare. Shiko, e para një që pavarësia në 12-ën prej vitesh të turbulla që pati Shqipëria, ato kohë 13 luftë me greke, me serbe, me bullgare, pa fund, 14 lufta për Shkodrën, rrethimi i tretë i Shkodrës, kujdes, se Shkodra është Troja, një. Pastaj kemi Shkodrën në 1479, 2, edhe Arami qoftë Hollywoodit Amerikan që mund të bëjë ngjarjen më të bekuar, më të fortë, më të dritur apo më të llatarshme në kuptimin tjetër artistik të fjalës, që është Shkodra në të tëra rrethimet. Tham Troj, tham K179, që Sultan Mehmeti thoshte për K179, do vi ke pyetje edhe për një sekondë. K179 nuk e kuptoi dot si mundet ta luan të luftojnë me mburoja në Kem. Thoshte për Shkodran pra, K179. Pastaj kemi Shkodrën 1913. Do të thotë që Shqipëria kaloi në valë të madhe përpjekjesh për atë flamur, sepse në 1913 u njohit vetëm flamuri. Edhe i malli ministri i jashtëm Grey anglesë tha të paktën tha t'i njohim 2 gjëra shqiptarëve tha. Skënderbeun tha dhe flamurin. Kjo ishte edhe ai për shkak të një presioni që ambasadori Mal Berisha e sjell Hubert, është një këshilltar anglez që luftoi e dashuroi si grua të vërtet Shqipërinë dhe punonte me lordët dhe me sërat anglez për të që Shqipëria. Të njëjtën gjë që na erdhi në 1920 me atë që kemi sheshin Winston, ishte ambasadori amerikan William, i cili e bindi që push Panoli dhe Konica, po edhe ai bindi që Shqipëria vetvete. Pra po kaloi shpejt. Në 13, 14, 20 për luftat të mëdha brenda qeverisë shqiptare dhe në 37-ën neve kemi kujtesën e parë për pavarësinë ku Lef Nosi përgatiti 25 vjetorin e saj. Pastaj është festuar shumë dobët, 45 festohet 29 deri në vitet 90 është festuar 29 më shumë. Një herë në 5 vjet qeveria shkonte në Vlorë për të dhënë kuptimin, po ndërkohë që fëmijët e Ismail Qemalit u deskrituan dhe u varrosën për zgjalli. Ndërkohë tash vim ke pyetja juaj. Të pyetja tek simbolet. Te simbolet, po pra janë vrarë. Ne do të them që një shqiptar, zoti Guri, e ka më për nder të mbaj fjalëbie një shall Gucci që s'ka lidhje fare me shqiptarët, sesa këtë shall që shkruan Albania. Kemi plot detaje në studio, nëse regjia më ndihmon, që lidhen me simbolet tona kombëtare, me shqipojnë dy krenare, ajo statuja mbrapa që qëndron në studio, që s'ka lidhje me Shqipërinë, por e kemi veshur, e kemi shqiptarizuar me ato qeleshën, me fustanellën. Sa e kemi humbur në lidhjen emocionale me simbolet? Që kjo lidhje që humbi duke vrarë simbolet, për shembull, ke pa një shesh Shqiponja. Po. Nuk e ke më për. Ke patur plisin sepse i tha anatko Titua, i thot Fadil Hoxhës, e doni Kosovën, Shqipërinë me plis apo pa plis? E duam me plis ata, po do me plis ai zëral tjetër ta. Se ne duam Kosovën pa plis. Pra u vra simboli i plisit 145 në Kosovë. Po ndërkohë u vra xhubleta që nuk përpunohesh më në vitet 70-80 nuk përpunohesh xhubleta. Po u ndi që në Kuks janë futur në burr për shkak të përstjellses së Kuksit që mbante një zotëri apo një zonjë, po ndërkohë zotëria mbante mostaqe dhe janë futur ta dojanët e gjeta. Rast konkret.
Pra, duke qenë se komunizmi në një farë mënyrë ka vrarë simbolet, dhe vim sot në vitet 90-2000 që jemi, janë vrarë përsëri simbolet, nuk këndohet me himnin për shkolla. Pa ne këndonim himn në për shkolla. Edhe në kohën time është kënduar çdo mëngjes, rreshtoheshim dhe këndonim himnin kombëtar. Ndërkohë që e bën shkolla greke, ndërkohë që një qytetar grek i thjeshtë është do 2 orë ta mposhtësh për kulturën që merr për ideologji greke të pa themelt, të pa bazë, shpesh herë, ti si profesor me libra diturie për historinë e Shqipërisë, ti do 2 ditë ta mposhtësh, ndërkohë që një profesor shqiptar nuk është ta zëm ke linja e vet ai, mekanik, elektrik, gjeograf, gjeolog e tjera, po ai nuk do t'ja di për simbolet apo për kulturën apo për historinë e Shqipërisë. Kështu që gjitha këto dobësime, dim ke përgjigje pyetjes tuaj. Këto dobësime. Po këto janë organizohen nga lart, jo sepse Shqiponia që ishte një nga më të bukura material bronzi i bërë nga një shqiptar i Kosovës, e ke atje mbrapandajtit edhe ke të hedhur, ta kishte një vend. Po me ke të hedhur e sigurt ti, që ne do dalim një ditë kemi bërë be për të protestuar për të zoti Rama kthej sheshit emrin e vet. Po si punë e kësaj janë pafund ti në vend se një qytet të ketë simbolin e qytetit, që gjithë qytetet e kanë. Dikush mund të ketë plisin, dikush mund të ketë xhubletën Kelmendit, dikush mund të ketë veshje muzikare ose veshja tipike e muzakave të Beratit, Skaparit, të Myzeqes, Fier, Lushe, është një nga veshjet më tipike që është bler 12.000 euro kostumi i muzakëve. 12.000 euro si kostumi i vetëm i ngelur. Nga 4.000 euro që da blinde e madhja Linda Spaiu doktoresh, po që merret me koleksionin e rrobave që ju keni mbrapa. Ti e besoj sofrën shkodrane. Po, ishte shumë e bukur. Një mrekulli, organizim mrekulli, pavarësisht që po binte edhe pak shi. Mrekulli. Pyetja është çfarë kërkojmë figurat politike në një moment kaq shumë të bukur historik? Pyetja është thjesht që ta ndynat. Se pash donjë Sfiropali aty. Në këtë gjendje që është politika soti, se Sfiropali nuk është as ministri kulture as në këtë gjendje, bravo. Në këtë gjendje the vet, në një farë mënyrë, por në këtë gjendje që është politika sot në kulmin e ndotjes së saj, e ndotje mirë thash. Fjalë nuk është fjalë e rëndë. Jo, patjetër. E ndotjes së saj, një figurë politike të vëjë të marrë pjesë në një gëzim të madh. Por për ta zhbërë këtë gëzim, për ta ulur në një nivel të zakonshëm, sepse ti ishe qeveria në fillimet e saj, një qeveri që ti shpreson për një shpresë të madhe, po ti jenë dekadencën e qeverisë. Në 12-13 tani jenë dekadencë ku qeverisi ka ndalë me mira palaçolleq. Zhduke nga republikat person. E njëjta gjë, po them për vete, zhduke nga mjedisjat person që kanë dashur të më zhdukin, por forca e Zotit apo e fisit e ADN-s më ka bërë që të jem treg me mendime të pak, se me studime nuk jam kur. Po s'ka rëndësi kjo për mua. Por e vërteta është që zhduki njerëzit pozitiv për vendin. Pa kaluar në politikë duhet më shpjegosh pak të se si mos përgjegjësia e instancave të duhura ka bërë që fjala bie ajo që ju thatë, sot në shkolla nuk ndodhet më himni dhe të zhduken shumë simbole kombëtare. Çfarë duhet bëjmë? Pikërisht se domethënë sa jemi ende në kohë, sa nuk na ka marrë lumi fjala bie. Shikoj, un kam shënuar disa gjëra që shqiptarët, duke qenë se në përgjithësi i lën apo i bëjnë apo edhe bëhen askushi, përpiqen ta zëvendësojnë këtë gjë, duke valvitur flamurën nëpër stadiume, duke vënë një plisë nëpër stadium, që ta mbajnë Luka e Katur. Po kjo pra nuk shpjegon, nuk të mbush. Nuk të mbush. Në sens mua se ne çmendëm Tiranën kur Rejmana i bëri gol, ndërkohë sa Tirana ke bosh, askush nuk po feston. Po shikoj, nuk ka grindë më të madhe se si është gjendja e Shqipërisë, që deti çka barku ndjer bardhaku. Deti të kthehen ty plerat, se shqiptari ka qenë ekologjisti më i madh, i cilësuar nga National Geographic 100 vjet më përpara, shqiptari ka qenë mjedisori, ekologjisti, naturalisti më i madh i botës, që ka patur në varfërinë e vet, imagjino, në varfëri që liheshin nga klaçkitet që i bënin të tjerat. Nuk po them emra tash. Serbe, greke, bullgare, franceze, anglez, nuk po them këto. Por në këtë varfëri ishte më i pastri në botë, më naturalisti në botë. Sot është shtyr më i ndoturi në botë, Ngrezerin, se është fusha ime. Më i ndoti që deti tregon, besoj di atë në Shkodër që ka një shprehje që koshi plerave tregon se kush je. Pra çka ke ngrenë ti, ta tregon koshi plerave, nuk tregon ajo që thua. E njëjta gjë deti, të tregoj se kush je. Nëse ne të dy tani dalim bëjmë një xhiro në Tiranë. Sa simbole kombëtare gjejmë? Nuk ka pra vetë Skënderbeu që nuk kanë ç'i bëjnë.
nuk ka një muze etnografik Tirana më e kupton ti apo jo më i dashur që po ngacmon. Atje ku dëm plaga. Në Tirana edhe një dyqan i vogël që kishte disa xhubleta ose veshjen e mirditores që janë veshje të shqiptarëve, këtë kam bërë bisedë mbrëm. Më shpjegoi se Shqipëria, ata që janë si filo grek, si të sulmojnë, por më shpjegoi thash, si ka mundësi Shqipëria, shqiptari, Iliri, Arbnori, Pellazgu, çka dushti, të ketë veshje që nuk ka institut në botë sot të ripërtërisë ato veshje. Si ka mundësi më? Që ti të bën xhubletën, ajo gruaja që erdhi nga Amerika 85 vjeçe, edhe kur e pyet si bëhet, nuk e di si bëhet, po kështu bëhet. Sepse e ka humbur lidhjen gjenetike në kuptimin e u lidhen se si bësh nga të parët e vet. Por amon e ka në ADN-n e saj që ditë bëj xhubletën, ditë bëj veshjen e miditës, ditë bëj veshjen e muzakave në skrapar, ditë bëj lungjin, veshjen e lungjist, që është princesha më e bukur në botë. Një veshje e lungjit ke një zonjë shqiptare, është princesha më e lumtur, nuk arrin dot as Diana, as nuk ka institut francez si më të mirë për etnografi të imitoj, të ribëj veshje që bën shqiptari me këtë nivel që ka. Atë ky popull paska qenë në popull ignorant, këta i godasin pikërisht të gjëra, simbolin, plisin, xhubletën, xhaketën, dhe ti nuk e promovon këtë xhubleta deri para 5 vitesh. Unë kam lagjen time me Galen Beratit, e kam Forexin e Matjeve. Ishte sfilatë fashion Greek, mod greke me xhubletën shqiptare. Por shqyrë dhe miherë faleminderit atyre që e kthyen në UNESCO mbrojtje, që ti mund thua vetë plot gojë që është filat greke me fashion Greek xhubletën shqiptare, xhublet greke për ata, po e xhublet shqiptare. E njëjta gjë është me laudën, qofse simbol prap, qofse laudës serbi i bie me majt e gisheve si kitare, ne i bie me mezin e Pullemës dhe elegjit tona janë minimumi 3200 vjet që ka kohë e Trojës, nëse serbi ka minimumi 700 vjet mbas Krishtit që bie 1300 vjet. Pra, edhe lauda janë shqiptarët e Vermoshit apo të Kelmendit që shkuan kthyen në ortodoks slav, që quan lautën atje pra 1300-ën, guslën, ajo që e vë gusla, që e vën gush. Që e vën gush pra, si kitar, nëse ne kemi lautën që o me brirën me shqiponj, o me brirën e Cjapit, që brirë Cjapit kujton patlumin e Zeusit e tjerë. Pra, shosa lidhje gjenetike kanë simbolet shqiptare. Do më lejosh edhe 2 minuta shkëputje publicitare, dhe Wizi gjithashtu do na bëj sërish shefin duke na rikthyer shpejt me njëherë pas reklameve, sepse kam shumë për të folur me ju sot. 10:38 është ora eksakte në këtë moment. Unë jam Ronaldo Sharka, për të xhamet e mua ndodhet Wizi DJ. Përshëndetje Wizi, se nuk u përshëndetëm sot. Dhe gëzuar festën. Dëgjoj, zoti Guri, këtu hidhen pafundësisht lek për mos kaluar në politikë në tendera këto, po domethënë pafundësisht miliona lek për fushata politike që shpesh herë dhe nuk deklarohet as burimi e tyre, por edhe sa janë shifrat e sakta. Sot në Tiranë un kam parë, nuk dua të jem paragjykues, ndoshta mund na surprizoj shteti më vonë, por kam parë vetëm disa flamoj të varur dhe kaq. Pse nuk hidhet para për festën më të rëndësishme të shqiptarëve që është data 28 nëntor. Neve jemi një grup studiuesish që kemi kuptuar. Pse nuk inaugurohet, pse nuk hapet një muze që ju thatë, pse nuk një teatër i ri, domethënë dhe ndoshta edhe teatri nuk ka lidhje me simbolet tona kombëtare, por mund të futen edhe aty simbole kombëtare. Nuk e di, pra më iluminoni ju. Po, e para, çfarë mund të bëj sot është pyetja. Pse nuk shkon qeveria në Vlorë si zakonisht, po pret gjithmonë 5 vjetore, siç ka bërë edhe në kohën e regjimit komunist. E dyta, pse qeveria nuk feston jo vetëm 28-ën, po edhe para 28-s, që pavarësia u fitua në shumë, u ngrit flamuri në shumë qytete të tjera të aty që tham, Mitrovicë, Prizren, Kukës, Tiranë, 26, është Tirana. Akif Pasha Elbasani në Mirtash, Akif Pasha Biçaku ose Elbasani në Elbasan. Berati po ashtu janë ngritur që sikur të gjitha këto të bëjnë kremtimin ose atë që quhet ringjallje ose mbajtjen mend, sepse historia këtë ka që qofse ti nuk e kujton historinë e mirë apo e keqe, ajo u mbet një dhe ajo të përsëritet, po thot një madh studius europian, përsëritet në mënyrë tragjike dhe komike. Pra i ka dyja bashkë, përsëritet me të njëjtën shkallë, nëse këta fqin tanti që kanë vepruar në 1912-13 janë vrarë për flamur me mira familje dhe janë djegur dhe janë shkretuar edhe Shqipëria sandviç, edhe nga jugu deri në Llogara
ishin këta i thonë andar grek. Sa unë them që andar grek, çka është emision tjetër, të organizuar nga qeveria dhe shteti grek. Se të lerosh ti gjoja të burgosit e Kretës, të quash andar, dhe fare e kanë andartët, kjo nuk shkon. E njëjta gjë Serbia, e cila po qëndrojmë te kjo, pra çfarë mund të bëjë më mirë dhe më shumë sot? Po i them pra, atëre konferenca, atëre tryeza, atëre ulje çmimesh, atëre në çdo qytet të kishte si quhet, imitim apo një përsëritje duke ngritur flamurin ashtu siç është ngritur. Improvizim, më ndihmo. Tjetër, seminare, tryeza e thash, po deri në atë që ti vlerëson një inaugurim të një simbolike të caktuar, mund të ketë monumente, sikur një skem, një mermer të thojë që në këtë vend këtu është ngritur flamuri me në krye Aqil Pasha Elbasanin, po me ndikimin që po bënte në atë kohë Ismail Qemali që vinte me vaporin Lloyd nga Austria e tjerë, dhe ka shumë ngjarje të tilla, po këta nuk e bëjnë këtë gjë. Nuk e bëjnë sepse këta e kanë mendjen akoma, imagjino historia shqiptare nuk ka ndarë dot 28 apo 29. Ka bërë një postim kryeministri i vendit 3 orë më parë, mirëmëngjes sot dhe gëzuar ditën e pavarësisht, pra një shkrim i shkurtër, dhe fotoja që gazeta të postoi është një foto e marrë nga interneti, pra jo një foto e shkrepur sot. Një postim tjetër është që Orkestra Simfonike e Forcave të Armatosura në bazën e NATO-s në Bruksel me një performancë që solli art, emocion dhe krenari shqiptare në zemër të aleancës. Në një video në Instagram, collaboration me ministrin Pirro Vengu. Pra, nuk kam parë gjë tjetër aktivitetu në Tiranë deri në këto momente për festën. Në Vlorë feston deputeti Bujar Leskaj, ai po, si punë e tij tash në Vlorë, që kremton mënyrën e ngritjes, improvizon edhe muzeun që ka bërë, ndoshta edhe vetë ka ndihmuar atë muze, po në këtë mënyrë do të ishin gjitha qytetet e Shqipërisë, për ta edhe të Kosovës, edhe të Ulqinit, edhe të e heqim përgjithësim pak nga instancat shtetërore, figura të rëndësishme të politikës shqiptare, ne si popull. Çfarë përgjithsisht kemi për harresën e historisë, shkëputjen emocionale nga simbolet kombëtare, faktin që nuk e quajmë të rëndësishme këtë ditë. Shiko, që ta duash një gjë, jo në fakt është që ta mbrosh një gjë, duhet ta duash. Që ta duash, duhet ta njohësh. Po dhe dashuria injektohet. Është injektohet sigurisht edhe një herë pra. Që ta mbrosh një gjë, duhet ta duash, pa kape me një herë. Jam shumë dakord. Kjo është prej Dziseferi. Jam shumë dakord me këtë që thua. Dhe që ta duash, atë gjë, ta duash. Unë për shembull, e dua mjedisin pse e njoh. Okej. Nëse po të më krahasosh mua 2002-shin me sot, unë jam shumë herë më i betishëm, më i ndërgjegjshëm për atë që bëj unë, që edhe biletën e autobusit nuk e flak dot kur në rrugë. Pra e njoh. Pra duke e njohur, mirë po shqiptarët, kurdo. Nuk e dindi akoma. Jo shqiptarë, po profesorë shqiptarë. Sa po bëra një diskutim dje me një historian, edhe i tha që flamuri shqiptar dhe shumica kur bëra unë këtë libër, sepse edhe djali im 20 vjeç sa që shqiptarët flamurin e ka marrë nga Bizanti. Ndërkohë që nuk ka koncept Bizant, po ka koncept Rumeli, Roma lindore, Rom perëndimore. Po Roma lindore me Arbnor, edhe e të tjerë, Rumeliot juan gjithë atë tjerë që ti ke kombe sot, serb, bulgar, maqedonos, grek, gjitha janë rumeliot. Vetëm Shqipëria që është Arbënoi. Dhe këta kishin flamur. Po ky flamur që u mor nga Konstantini i Madh në 313 me ediktin e Milanos, e mori sepse e dinte Konstantini, prandaj është i madh me shisën e 6 që të bënte flamuri me 2 krena. Po edhe Skënderbeu e dinte që ishte flamuri i Konstantinit i Arbnor me 2 krena, e kishte edhe principata e Kastriotëve. Po Konstantini e mori nga Jul Cezari, i cili ky Jul Cezari e përdorte shqiponjën me një fushë të verdhë, sepse thoshte jam djali i Enea Dardanit, jam nip i Enea Dardanit. Po do të thotë Enea që quhet Aini, ai Enea i Trojës, Aini, do të thotë që është një shqiponjë më vete. Vetë Enea, Ain është shqiponjë. Dhe Akili është me shqiponjë në mburoj. Ilirët janë me shqiponja në mburoja. Po para tyre 1200 vjet është shqiponja e Sumerëve në vitin 2000, në kohën e Neolitit, që është shqiponja e Sumerëve gjetur sot në arkeologji. Pra, shqiptarët duhet dinë që shqiponja flamuri me 2 krena, që do të thotë errësirë, trit, diell, han, mashkull, femër, vazhdo, nat, ditë, burr, grua, pra dy të kundrat është. Prandaj dhe në vit të parë atje kur rreshtohen flamujt,
Je I vetmi që ke shqiponjë origjinale të zezë me të kuqe, si e ka dhe ai tjetri, po e ka të marrë me të verdh, fushën me koka mënjanë, e ka dhe austriaku deri diku me një kokë, e ka dhe gjermani, po gjithë ato janë marrë sepse edhe ne na arrestojnë si flamuri I 4 zyrtar mbas Danimarkës, mbas Austrisë dhe mbas Norvegjisë, ndërkohë që Norvegjia mbante shqiponjën dy krenare në flamurin e saj sepse ishin shkodran të ikur shqiptar të ikur njëherë fillimisht në Angli, pastaj nga Anglia ngjitur më lart dhe një Highland marrësor I Skocisë I barabart me një marrësor I Shqipërisë me Gajden me vete, me atë mirtash Gajden Kacekun me vete, fustanella 554 kinda fustanella skoceze, njësoj me fustanellën me 554 kinde palë të përthyera të marsorit tonë. Pra, kur thuhet I pare Skocia në flamur zyrtar, është flamur shqiptar prap, por ne kemi Konstantinin, kemi Ju Cezarin, kemi Enën e tjerë. Do të di këto gjëra, ti e njeh dhe nuk thua që flamu jonë është I vallëzuar, po ti edhe e mbron atë dhe e do dhe tjerë. Çështja është që ka humbur misionin që t'ja u tregojmë këto gjëra si në shkolla, si edhe media kafaj, edhe shteti kafaj gjithë. Do ngjitur flamuri. Do ngjitur flamuri I shkolla më. Nga pak, mbi të gjitha. Do ngjitur flamuri I shkolla. Kam një dhuratë simbolike, nuk ka ndonjë vlerë të madhe financiare, por simboli sa është I rëndësishëm. Ka dy kapele në studio, njëra ka shqiponjën dy krenare, ndërsa tjetra ka logon e ushtrisë shqiptare të Kosovës, UÇK-ja. Këto I ka I prodhon një djalë shqiptar së dëguri që jeton në Amerikë për të mos humbur rrënjët e Shqipërisë dhe që këto kapele apo veshje të ndryshme që prodhon me simbole të Shqipërisë mund t'i veshin dhe njerëz të huaj, sepse veshja sot është një gjuhë ndërkombëtare, mund të vishet kudo, nuk ka nevojë për përkthim. Sigurisht që ka dhe kuriozitet edhe për shqiponjën dy krenare. Brendi quhet Shqipe, pra edhe emrin e ka personalizuar ngushtë me Shqipërinë dhe mund të gjeni dhe ju produkte interesante aty në internet në shqipe.com në vend të is keni numër 1. Një kapele këtë tuash. E fundit ta marrun gjë e fundit. I vetmi popull që I thot shqiponjës Shqipe, I thot gjuhës Shqip, dhe quhet shqiptar. I vetmi popull në botë, që s'kishe flamurin të pari, e tjera, ishte I vetmi që kishe ato 3 festat, 28, I vetmi popull që ka këto 3 Shqipe. Është çuditshme se si Zoti I mbron shqiptarët. Por këta, shqiptarët, për që të mbushin Zoti I mbron shqiptarët nga çdo gjë përveç nga politikanët. Vetëm nga politikanët. Faleminderit. Atë vetë. Falenderoj shumë për kohën. Nuk e thash shumë vetë ti. Përpos kritikave uroj shumë tash joni këtë ditë se e di që e doni shumë Shqipërinë. Faleminderit zoti Guri që ishit në program edhe të uroj një ditë edhe sa më të bukur. Po, faleminderit gjithashtu. Mirë, ne shkëputemi këtu, do të rikthehemi menjëherë në program pas fleshit informativ të orës 11:00. Tërësisht 100% shqip, playlista muzikore sot në nder, në fest të kësaj dite festive, se u bëm lëmsh në fjalët tona, por na mos e vëni re se jemi të emocionuar nga kjo fest kombëtare. 113 vite shtet festojmë sot. Ndërkohë, Digital feston muajin e kombit, në orën kuqezi me ulje çmimesh deri në 30% për abonime 12 mujore. Oferta fantastike Red and Black është e vlefshme deri në datën 30 nëntor. Ndaj nxitoni të përfitoni duke abonuar në online në faqen zyrtare digital.al ose në çdo pikë fizike shitje Digital, sepse Digital është platforma televizive e të gjithë shqiptarëve. Me çfarë këngë më surprizon Wizi mua tani dhe Wizi ma prish komplet dëshirën dhe më thotë që kemi reklama.